E thash që agjërimi për gjithë ata të cilët janë besimtarë dhe praktikojnë fenë islame dhe janë pjesë e iftareve dhe sifyreve dhe kësaj traditës agjërimit, kanë përfitime të shumta që i kemi folur edhe nga nutricionistët, përfitime shëndetësore, por ja që studimet kanë treguar që ka shumë përfitim pozitive edhe tek shëndeti mendor. Po, Sarand, shumë shpesh po dëgjojmë tash edhe në rrjetet sociale për benefitet në aspektin shëndetësor të shkaktuar prej agjërimit, dobit e agjërimit, por ndoshta më pak kemi pa të fol për pjesën psikologjike, për atë pjesën emocionale dhe mendore, mirëqenien psikologjike në përgjithësi. Agjërimi njëjtë sikurse në shëndetin fizik ka shumë benefite edhe në aspektin psikologjik, duke fillu prej uljes së nivelit të stresit, sepse trupi jon funksionon përmes energjisë.